Qysh e të mbjetu? Qysh po mojt? Qërëna tona është sot, herë kena, herë s'kena. Veç një copë tokë me pas, unë e kisha nrejsh me plasmas që ato veç me nejt. Veç mos me mejt fëmija në rrugë edhe me dek, mos me mejt me lujt dikush me ta. Përshëndetje e dashur shikues të Zarfi Mërgjimtarit, jemi në qytetin e Gjilanit, saktësisht përballë xhamisë në qendër. Kemi ardhur me vizitu një familje të rëndashe, po shkojmë për trokasin derën, po shohim çu që kanë gjendjen, po ndihmojmë. Dhe po shpresojmë që pas publikimit të videos me dalë ndihmë e mos me harru. Hajde. Zarfi Mërgjimtarit, një zarf dashurie për ata që na rreten me dashuri. Ndihmo, dhura, ndërto me zemër. Mirëmëngjes, si a je mirë? Qa po ban? Kena dalë një vizitu pak. Po, falënderit. A mundu me i? Po, mëre? Mos i hek nërë. Ja. Qyshi, a je mirë? Qa po ban? Dorota. Kjo është nona jam. Qyshi, a je mirë? Qa po ban? A kena të sajde? Këtej, hajde. Ok. Ullëm ishte. Ullëm ishte. Stella është ashtë të. Po. A je mirë? Qemi. Qysh po kalen? Po, mirë shumë. Emnin? Dorota. Dorota mbi emnin? Burri. Dorota Burri. Po. Sa vjet i ki Dorota? 37. 37. Po. Me kanë jetan këto Dorota? Une jetoj veç me 2 fëmijë. Nona është mësafer, shkon nesër. Apo? Po. Qysh jeti zë, e mirë? Bene, Qysh po kalen? e kaluar shumë mirë. Burrin? Burë s'kam veç me 2 fëmijë. Burr nuk i. Ja. Ka Djallin... deka e një ndo? Ina ndo. Djalli janë në burg, Aha. që i kanë shkollë. Djalli sa veti ka? 15. 15. Pse është në burg? Po qështu, me fëmija u shtyne, ja kom bon, se ke bon te, bona unë. Probleme diçka? Qështu. Këtu a jeni me qera? Këto në jam me qëra 200 euro. 200 euro pagun qera? Po, edhe 10 dite kam me pagu. Po a jetu pënu? To po nu jam kanë gjithkon sa ku mujt. Herë të me la pjata, herë me pshi, herë gjithkon. Po nuk e di o prap diçka, a e kuptan shoqnia ta nreq, shoqnia ta prish. Une nuk e di si ku mba kur kujna kur gjan, që ma kanë marrë kaq i nati njerëzit. Zarun e pa shërë, ku me ditë. Qika sa veti ka? 12. 12. A është në shkollë? Po, Po. denja. E ku keni jetu ma herët? Që sa ku jeni këto? Une gati këto jam me vite, E ka e ti? e Shqipnis. A e Shqipnisi? Une kam leje qëndrim, nuk më ras shtesa, as sociale. As social, as janë. Nuk e leja në kompjuteri, leje qëndrimi. A qysh e të mbjetu? Qysh po mojt? Qërëna tona është sot, herë kena, herë s'kena. Djali ma ka një mu, kur ka marrë zanat, i bike 3 euro, 5 euro, 2 euro. Më ka një mu ku shumë ka njoft, ama nuk po moj me ngushtu, se për dit nuk rjet të lyp, e kuptan. Po, ka e ti e Shqipnis? Ne në të komunës Shkodrës. Shkodrës. A për Shkodrës ka orda? Apo, mashallah. Ai ka një djalin, po kjo mërzita erdha dhe kja mërzites. Tash une nuk po moj shpesh me shku me vizitu, se 50 euro taksi. Po. A i po ka, nëse s'po bje. Ku është në bërë? Lipjan. A në Lipjan. Edhe one, aja socialit ma bajke pse ku është arsyja që s'po vjen. I thashe i motër ti ma shumë se unë nuk e dan. Une me mujt vi edhe 4 herë në muj. Qysh me shku? Une me të parin kom hiktu. Ta 2 dit presin. Që sa ku i këtu? Une jam konë në të bënesën këtu për të banka ekonomike. Aja u konë në alon dhe në trupi që kena flet në tokë. As ka pas maqin, as ka pas kom i latë të njërë, ati kom lartë në kodë. E kom pagu ma lirë, kom banu atë 5 vjetë. Ama në myti ftafti, në myti myku. Këto është i 4 muj. I 4 muj, që në artë? Po. Me hongër me pia, po kënde? Vallahi, Fije milli u bana i fije qulli atë në përreti. me hongër me pi, herë ka herë sa, që e këqëre, se s'kam nevoj me rejtë. A i ka ndimu dikush në Ramazan tash a ju? Jo, kërkosh. Jo. Ja i ka prunë 5.000. Një 5.000 dhe kanë prunë, nuk një manë kërkosh se nuk lajnë
Në Shqipëni apo mund është me shku atë në herë, jo? Në Shqipëni shkoj kur të ka mundësi. Në verë mirë. Vej një herë në vjetë. Po. Se jena 3 vetë, do 150 euro veç për autobus. Në më thonë ti projektesh e veç me vajzën tash. Po, veç me qikë. Vajzën 12 vjeçare. E çka keni nevojë më të madhe ashtu? Hallin më të madh. Hallin më të madhe kena veç shemull, veç një copë tokë me pasun e kisha nrejsh me plasmas që ato veç me nejt. Mrena mos me met në rrugë me qikën. Po. Kur gjatë tjetër. I dho me i banë. Veç mos me met fëmija në rrugë edhe me dek. Mos me met me lujt dikush me ta. Në më thonë 200 euro e pasi qira. 200, shumë është. Spata tjetër rrugë ka me shku, veç me vjetë Një jashtë. kanar drita ti zë 5 euro, unë se di që a keni plajtë. Këto faktura që ka ardhë, veç pak në, këto faktura që ka ardhë, dhe më thonë e kanë bo si mos ta paguish për 5-6 ditë denoj 17 euro. Po qashtë. Edhe 25 që ka ardhë, 50 euro. E për qira kapin me parë, ta qysh për banja? Për qëro, deri tash e kom shty dhe qysh, se kom gjetë punë që shtone për Facebook që i kom shi, i kom ledhë, edhe sham kanë limu njerëzit 5 euro dhe 10 euro. Po. E qëtë muj, në rrasë se s'mëj me abo për 10 ditë, a i më prit dhe me tretin, du të mja shlu. Zotë e një muftë. Do t'i në më. Mund është si ta me e cilë. Falemderit. Zoti është përbleft. Amin. Së janë 300 euro jam për i mërgjimtarëve. Zoti është përbleft e ja rujt familjen. Kajtë vë inshallah. A me onër me piju kemi blej. Ju është për blekti madhi zatë. Amin. E inshallah delta është dikosh një marë. Falemderit shumë. A e thonë umë në telefonit ajden? Po mre, Thuje. 44 836 648. Ok. Doshë njerëz mirë ata që dojnë me ndimu zonja në dhurat, jetën bashkë me vajzën e saj 12 vjeçare, përpos saj pas ka një djalë 15 vjeçar, i cili është në burg, ka qiran 200 euro, është prej Shkodrës, jetën të në Gjelan, qiraja është 200 euro më jore, për juve që dani me ndimu, numrin e telefonit vetë se edha, juftoj me hapë zemrën e me ndimu me mundësitë e juve, tregoj pak gjendën ku jeton këtu, të jafrej në shime të të dira. Kjo është saloni, që të dy kauq, regali, kjo është saloni, kjo është pajzi. Një kërë. Falemderit, Zoti është përbleft. Ditën e mirë.